Atë më lejoni që të prezentoj me njëherë të ftuarit me Faik Bashën, mirëserës dhe Basha, faleminderit që kam studio, me Xhevair Xhabina. Xhevi, faleminderit, jemi sërish së bashku, ke bërë një pauzë, po të justifikuar, dhe me Fation Softën, i cili është me Skype. Përshëndetje zoti Softa. Faleminderit. Ta nis me ju për shkak se je me Skype, dhe s'dije se çfarë do sjellin minutat. Si e ke parë këtë ndërhyrje ku ne themi zbarkojnë, po prezencën e SPAK-ut dhe brez kombëtarët e hetimit në Elbasan? Është në kuadrin e task force-s që tashmë është e njohur dhe për publikun, të organizuar midis prokurorisë përgjithshme, SPAK-ut dhe KQZ-s për të monitoruar territorin shqiptar për disa fenomene shqetësuese që kanë pasur gjitha proceset zgjedhore, si nga shitblerja, ashtu dhe përdorimi i fondeve apo i personave publik duke shfrytzuar burimet shtetërore, plus dhe ndërhyrjen e grupeve kriminale, të cilët janë prezent në territor dhe kanë qenë gjithmonë aktiv në fushatat elektorale. Pse në Elbasan? Sepse Elbasani ka qenë zona më problematike në këtë vend. Kujtojmë pasur një të vrarë të plagosur, kur janë përdorur armët në fushat, por kjo nuk mund të jetë vetëm Elbasani, por mendohet që ndërhyrja dhe dyshimet për ndërhyrje të forta me sa duket nga grupet kriminale, të cilët kanë ndikuar në rezultatin zgjedhor, por kjo nuk mund të lehet pa monitoruar disa zona të tjera si Shkodra, Vlora, Fieri, të cilët përsëri mbeten zona problematike dhe janë shumë problematike madje sepse grupet kriminale dhe Durrësi janë zona problematike ku ndërhyrjet e grupeve kriminale kanë prodhuar jo vetëm deputet, por kanë ndërhyrë në rezultatin e zgjedhjeve. Prandaj është Elbasani momenti i parë ku kemi këtë zbarkim sipas medjave ose ku kemi një prezencë në mënyrë në gjuhën teknike, ku po përdoret teknologji, përmerren informacione nga burime të tjera dhe monitorohet duke dashur të parandalojë, por njëkohësisht të evidentojë të gjitha rastet e ndërhyrjeve në këtë proces zgjedhor. Po, ndërkohë, Xhevi, çfarë ti di nga Elbasani? Çfarë kemi si informacion? Pse Elbasani dhe çfarë të dhënash ka? Di të them që Elbasani, po them 2 javët e fundit kanë qenë në fokusin e prokurorisë së posaçme. Sigurisht që nga informacioni që unë kam është që e gjitha lidhet me fushatën zgjedhore që po zhvillohet në këtë qytet, në këtë qark kryesisht, pasi prodhon 14 mandate, nga 2021 ne kemi të ndarë 8-6 për Partinë Socialiste, por sondazhe të dhëna flasin që Partia Socialiste mund ta thellojë akoma më shumë rezultatin, duke shkuar në 9-5, një gjë që me ata që merren me fushat zgjedhore e konsiderojnë si një gjë jo të logjikshme, që cila nuk ka logjik politike që të ndodh, pasi mund të ketë angazhim të parave të cilat futen në fushat, të grupeve kriminale në qytet. Dhe për këtë arsye, prokuroria e posaçme me anë të task force-s së ngritur ka zhvilluar disa aksione në këtë qytet. I tillë ishte edhe ky i datës 26 prill, nuk po them që ishte aksion, mua mu duk më shumë si sherifi ka ardhur në qytet. Prokurori Olz Dado, i cili është i atashuar në qarkun e Elbasanit në bazë të ndarjes që është bërë në strategjinë që po ndjek SPAK-u në hetimin e krimit zgjedhor, është i fokusuar në Elbasan dhe ka shkuar duke zhvilluar një takim në këtë qytet, por ka qenë në një farë mënyrë demonstrativ, i dukshëm. Pasi ka mbaruar në qytetin e Elbasanit takimi, po them gjithë personat që kanë qenë pjesë të këtij takimi janë zhvendosur në qytetin e Librazhit dhe e gjithë, po them të gjitha makinat janë shoqëruar me skort nga policia e qytetit të Elbasanit, një gjë komplet e dukshme për të treguar që prokuroria e posaçme është aty, byroja kombëtare e hetimit është aty dhe gjithë çfarë ndodh në qytetin e Elbasanit është në fokusin e kësaj strukture. I rëndësishëm për mendimin tim ka qenë edhe, po them, kontrollet që janë zhvilluar në datën 10 prill në këtë qytet, ku janë bërë kontrolle në disa biznese, në zyrat e disa biznesmenëve shumë të rëndësishëm në Elbasan, të cilët janë edhe përfituesit
kryesor të tenderave që zhvillohen kryesisht nga bashkitë e qarkut të Elbasanit dhe të cilët mund të kenë ndikim në procesin zgjedhor, në fushatën zgjedhore, por duhet të thënë diçka që hetimi është fokusuar tek fushata zgjedhore, sepse kur vjen dita e votimit kam përshtypjen që nuk ndryshojnë shumë gjëra. Kam përshtypjen që blerja e votave apo ndikimi në procesin e votimit fillon shumë më përpara, nuk fillon ditën e zgjedhjeve dhe për këtë arsye është ngritur edhe kjo strukturë, edhe kjo strategji që pritet ketë rezultate për mendimin tim ndoshta pas zgjedhjeve, nuk mund të ketë rezultate përpara zgjedhjeve dhe për këtë arsye them që SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit janë kaq të dukshme në Elbasan për shkak të informacioneve që kanë që grupe të rëndësishme interesi në qytet mund të ndikojnë në procesin zgjedhor, apo edhe grupe kriminale të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë qytet mund të kenë ndikim në procesin zgjedhor. Pikërisht për të shmangur këtë gjë, prokuria e posaçme dhe prokurori Olz Dado e kanë bërë kaq të dukshme prezencën e tyre në Elbasan. Sherifi ka ardhur në qytet, sikur se thot kolegu Zhabina, apo kemi të bëjmë me çështje të cilat janë konkrete dhe që ne do të presim rezultat. Nuk di të them nëse në këtë periudhë apo pas zgjedhjeve, sikur se thot kolegu. Megjithatë, si e ke parë fakti që është prezent në Elbasan, çfarë na thot? Shiko, unë mendoj që sherifi duhet të jetë prezent në gjithë Shqipërinë. Shqipëria ka nevojë për të patur një sherif i cili të garantojë zgjedhje të lira të ndershme dhe të pranueshme për të gjithë palët pjesëmarrëse, por edhe për institucionet monitoruese të Bashkimit Evropian. Kemi të bëjmë me një proces me javë të rëndësishëm zgjedhor, ku nuk janë në lojë vetëm fatet e forcave politike, nuk janë në lojë vetëm e ardhmja e forcave politike apo kandidatëve pjesëmarrës në këto zgjedhje, por luhet për të ardhmen e Shqipërisë. Shqipëria ka patur gjithmonë probleme me zgjedhjet, duhet ta kemi këtë edhe si pasqyrë e zgjedhjeve të kaluara në gjitha nivelet dhe në gjitha vitet në Shqipëri. Janë kontestuar zgjedhjet, janë bërë dhe pisë, janë përgjakur, pra ka pas gjitha llojet e ankesave dhe kërkesave nga forcat të ndryshme politike, kryesisht ato që kanë humbur zgjedhjet. Pse në Elbasan? Unë mendoj që është një demonstrim prezence, ku të gjitha strukturat monitoruese dhe hetuese që janë të përfshira në monitorimin e zgjedhjeve të 11 maj në Shqipëri, duke përfshirë OSBE-n edhe institucionet të tjera ndërkombëtare, por Prokuroria e Posaçme, Shërbimi Informativ, BKH-ja dhe SPAK-u edhe Prokuroria e Përgjithshme kanë marrë një plan masash ku në bazë të informacioneve, në bazë të statistikave, në bazë të dhënave që kanë patur, besoj që kanë bërë një përzgjedhje, një ndarje dhe kanë menduar që demonstrimi, prezenca, kontrolli dhe imazhi për të treguar që çdo gjë do jetë monitoruar nuk mund të fillonte përveç se në Elbasan, ku kemi patur dhe në zgjedhjet e fundit zgjedhjet 2021 humbje e një jete për shkak të procesit zgjedhor të zhvilluar në atë qytet. Kjo tregon që situata atje është mjaft e nxehtë në historikun e procesit zgjedhor dhe për të frenuar dhe për të dhënë një mesazh që çdo gjë do jetë e monitoruar, e kontrolluar dhe për qytetarët të cilët janë pjesë e fushatës apo ato të cilët duan të votojnë dhe kanë dëshirë të jenë të lirë dhe të qetë, është menduar që të jepet ky shembull, të bëhet ky demonstrim nga ky qytet. A do kemi zgjedhje të... Jo, edhe produkt me kjo, se ne nuk e dimë për çfarë ka shkuar, për çfarë ka zbërkuar. A do kemi zgjedhje të lira të ndershme dhe do kemi produkt nga ky aksion që është marrë. Mendoj që deri tani, të paktën sipas gjykimit tim, procesi zgjedhor apo fushata elektorale, se mos harrojmë se pjesa më e madhe e problematika ka qenë para ditës zgjedhjeve. Pra, problemet kanë ndodhur gjatë fushatës, gjatë mitingjeve, gjatë takimeve elektorale apo gjatë prezantimit të kandidatëve në zonat caktuara. Deri tani mund të themi që situata ka qenë goxha e monitoruar, goxha e qetë, nuk është se ka patur probleme të cilat mund të jenë të dëmshme për procesin zgjedhor,
Kështu që besoj që kjo është edhe për shkak të klimës politike, po edhe për shkak të monitorimit të rreptë që i kanë bërë institucionet procesit zgjedhor. Me drejt solli, kolegu Zhabina, një detaj që lidhet me një kontroll që është bërë më herët, ndërkohë kjo u pasua edhe me prezencën e drejtorit të ujësjellësit në prokurorinë e posaçme. Në prokurorinë e posaçme, pra janë disa ngjarje të cilat ndoshta janë zinxhir, ndoshta edhe rastësisht lidhen. Megjithatë, Softa, t'ju pyes ju, jemi pra pikërisht në Elbasan me këto ngjarje, me kontrollet e njëpasnjëshme, me prezencën e byros kombëtare të hetimit, a pret që të konkludojnë dhe a jemi në kushtet kur mund themi që po, në Elbasan kemi zonën më të nxehtë, sepse parimisht ne flasim për zona problematike dhe nuk u përjashtojmë dhe... Po Elbasani ka disa zona të cilët kontrollohen shumë nga grupet apo nga individ të fortë. Unë flas nga një eksperiencë shumë vite më parë. Kush e kontrollon Elbasanin sot? Kur kam monitoruar, jo vetëm monitoruar, por kam ndihmuar një tafërm për të bërë një fushat para shumë vitesh dhe kam qenë terren dhe ishin zona për shembull në Peqin nuk hyje dot. Ishte e pamundur. Domethënë, duhet shkoje ojë armatosur o do të pritsin diku që të mos hyje për të shtruar fushat në Peqin. Pra ka disa zona të cilët kontrollohen dhe njerëzit janë të friksuar, janë të trembur. Pra nuk mendoj për qytetarin e zakonshëm, po përmendoj një kandidat për deputet i regjistruar, një strukturë politike, e kishte shumë vështirë për tyr sepse ishte presioni dhe tensioni për të mos e lejuar për të vajtur dhe për tyr në qytetin e Peqinit. Pra këto zona dhe probleme të tilla sa natyre janë prezente. Qytetarët i dinë, por kanë frikë, janë shumë të trembur për të folur për problematikat që ka qyteti. Prandaj jo rastësisht sot është BKH-ja dhe jo rastësisht ka një përqendrim të forcave, me sa duket ka informacione të caktuara që mund të vijnë nga shërbimi informativ lidhur për ngjarje të mundshme që mund të përgatiten dhe mund të ketë jo vetëm thjesht për manipulimin, por problematikat që mund të ketë ky qytet. Por këtu nuk mund të lejmë pas dore Shkodrën. Për shembull, dhe kur bëj një sondazh, askush nuk na thatë për shembull si mund të ishte rezultati në Dobreç. Është një gjendje ta përcaktoj që një kandidat mund të hyjë në Dobreç, more një shembull, pra janë disa zona dhe disa ambiente të cilët politika e ka të vështirë nëse ti nuk lidhesh me një të fortë apo ti nuk shoqërohesh në një strukturë policore. Prandaj Elbasani mbetet i tillë sepse është Gramshi, është Peqini, është Librazhdi, pra ka një shtrirje territoriale dhe zona e Elbasanit ka qenë dhe vazhdon të mbetet një zonë ku krimi i organizuar vazhdon të jetë prezent. Kush e kontrollon sot Elbasanin? Po, nëse ti pyet autoritetet, sigurisht që thotë që po them agjenci ligjvatuese që e kontrollon shteti. Por fakti është që një pjesë të këtij qyteti, një pjesë e votës së këtij qyteti dhe këtij qarku kam përshtypjen në bazë të informacioneve që ka prokuroria e posaçme mund të orientohet drejt kandidatëve të caktuar. Informacion të cilin prokuroria mendoj e ka edhe është duke kryer veprime hetimore, por nuk është vetëm qarku Elbasanit për të cilët prokuroria e posaçme ka informacion që vota e qytetarëve mund të orientohet drejt kandidatëve të caktuar, me drejt zoti Softa përmendi Shkodrën, por në informacionin që unë kam është Durrësi, është Fieri, është Lezhë. Kështu që janë disa qarqe në cilat prokuroria e posaçme e ka këtë informacion dhe është duke zhvilluar hetime nëse persona të ndryshëm me background kriminal, por edhe pushtet, po them, ekonomik në këto qarqe, janë duke ndikuar apo intimiduar tek qytetarët që të orientojnë votën e tyre drejt kandidatëve të cilët ata i kanë të preferuar. Por ky produkt, me drejt ne po diskutojmë për produktin tashi, ky produkt kam përshtypjen nuk mund të materializohet në këtë moment që ne jemi duke folur, pasi jemi në kulmin e fushatës elektorale dhe në kulmin e aktivitetit të këtyre personazheve e këtyre interesave. Po, çfarë tipologjie kanë emrat, grupet që ne përmendim, si drejtojnë, si janë të përfshirë, se përmendëm parë më herët. Jo, nuk ti të them që nëse operacioni, po them, dukja e prokurorisë së posaçme në datën 26 prill në Elbasan ka lidhje me një grup të strukturuar kriminal në qytet. Por ditë them që aksioni datës 10 prill për shembull, që u kryen kontrollet në biznese, por edhe në banesat e personave të cilët kanë pushtet në Elbasan, janë
janë lidhje të Suel Qelës dhe duke qenë që prokuria e posaçme ka këtë informacion pasi ka dalë në komunikimet e Skype këto persona dhe ndikimi që mund të ketë ky personazh te këta persona, mbetet për të parë nëse këta persona apo këta biznesmen apo këta drejtues lokal kanë kryer ndonjë palishmëri, por deri në këtë moment jemi në kushtet kur ata janë pyetur në Prokurinë e Posaçme. Ne kishim pak ditë më parë që u pyet drejtori i ujësjellësit të Elbasanit në Prokurinë e Posaçme. U zhvilluan kontrolle në zyrat e biznesmenëve dhe bizneseve të ndryshëm në Elbasan, por që të marrë një konfirmim zyrtar nëse këta persona kanë kryer palishmëri në këtë qytet, mbetet Prokurisë së Posaçme të na e thotë nëse do ketë zhvillim të këtij aksioni. Por deri tani jemi përballë këtyre kushteve që flasin, por informacioni që ka prokuria është shumë më i madh se ç'kemi ne, kështu që unë nuk di të them që e kuptoj, por dua të shkoj pak më tej. Kur flasim për drejtorin e ujësjellësit, është një nga drejtoritë më të rëndësishme të jo vetëm në Elbasan, në gjithë qarqet, domethënë bashkiet. Si qeverin vete, nëse do ta cilësojmë një qeveri, mini qeveri. Se flasim për mirat punësuar dhe për miliona euro tender ambit. Tani spaku në jurisdiksion ka dhe botën e krimit, ka dhe politikanët, ka dhe zyrtarët e lartë. A keni ndonjë informacion se deri ku mund të shkojnë hetimet, me që ti më shove asaj pra rastit të kontrolleve? Unë di të them që nga eksperienca e time ecën në faza. Sigurisht që ne pam kontrollet që ndodhen, pam që personat për të cilët u kryen në kontrollën e Elbasan u thirrën në Prokurinë e Posaçme. Unë nuk di të them nëse mund shkoj më tepër se sa po them drejtori i ujësjellësit deri në këto momente. Nuk di të them nëse mund shkoj te kryetari i bashkisë apo secili kryetar bashkie i qarkut të Elbasanit, por di të them që tenderat janë zhvilluar nga bashkitë e qarkut të Elbasanit, kështu që autoriteti, po them titulari i autoritetit kontraktor në shumicën e rasteve është kryetari i bashkisë vetëm në ato kushtet që mund ta ketë deleguar edhe firmën e tij. Por kemi parë që përgjithsisht kryetarët e bashkive kanë vështirë ta delegojnë firmën, nuk preferojnë që ta delegojnë, por mbetet për të parë nëse mund shkohet deri te kryetarët e bashkive të qarkut të Elbasanit. Jo, aktiviteti i institucioneve ligjzbatuese nuk është i lidhur apo i frenuar me procesin zgjedhor. Për sa i përket aktivitetit që ajo ka ndërtuar dhe po ndjek procesin zgjedhor në qytetin e Elbasanit apo në gjithë qytetet, sepse ne e dham fokusin të qytetit e Elbasanit për shkak se është e përqendruar. Është e përqendruar, por ndoshta aty ishte më i dukshëm prezenca e Spakut, se mund të jetë edhe në Shkodër edhe në Lezhë, por në gjitha qytetet, në gjitha qarqet e Shqipërisë. Duke patur parasysh pse ndodh kështu, kam përshtypjen që problemi është qarku i Elbasanit. Duke qenë që është kaq e dukshme, kaq e hapur në mes qytetit, mes kohë policie. Lidhur me 2021 ku ka patur problem konkret në qytetin e Elbasanit dhe qytetet e tjera ka patur probleme, po jo deri në pikën ku një qytetar mbeti i vrarë. Kështu që përqendrimi sigurisht që strukturat ligjzbatuese veprojnë në bazë historisë së zhvillimit, por dhe në bazë të informacioneve që mund të kenë grumbulluar nëpërmjet shërbimeve të cilat i kanë në terren në gjithë Shqipërinë. Por në kur jepen mesazhe, sepse deri tani nuk ka veprime konkrete as në Elbasan, as në qytete të tjera ku mund të ketë zhvilluar. Veprime mund të jenë duke u bërë. Veprime të bëra publika apo të marra ku mund të jetë ndaluar apo mund të ketë kaluar deri në këto pika. Hetimet sigurisht që do vazhdojnë deri në përfundim të procesit zgjedhor. Ndërsa aktiviteti tjetër i gjurmimit, i hetimit, i avancimit të hetimeve për ngjarje të tjera të korrupsionit apo të krimit të organizuar, do vazhdojnë, prokuroria do e vazhdoj punën, sigurisht që e pa ndikuar nga çfarë ndodh për rreth, sepse mbajtja e sigurisë dhe ndjekja e aktivitetit të grupeve kriminale nga ana e institucioneve ligjzbatuese nuk duhet ndërpritet për asnjë lloj arsye dhe për asnjë lloj rrethane tjetër, ajo duhet vazhdoj, hetimet duhet vazhdojnë, parandalimet duhet vazhdojnë,
kontrollet duhet vazhdojnë dhe thellimi i hetimeve dhe parandalimi i ngjarjeve të rënda sigurisht që duhet të vazhdojnë dhe mendoj që të gjitha kontrollet e kryera janë në këtë pikë, në këtë fazë, sepse më parë ka qenë rradha e shumë qyteteve të tjera, duke filluar nga Shkodra, duke filluar nga Lezhë, nga Fieri, që janë kryer kontrolle. Vlora është bërë objekti disa kontrolleve të herpashershme nga këto struktura, kështu që besoj që për sa i përket aktivitetit të kontrollit hetimit dhe parandalimit të ngjarjeve, strukturat ligjzbatuese kanë patur një balancim të shpërndarjes në për zona apo në për vatrat ku janë të identifikuar si vatrat më të nxehta. Kështu që besoj që ka të lidhje vetëm me këtë dhe nuk është se është për të dhënë një mesazh tjetër në lidhje me procesin zgjedhor. Ndërkohë, pyes pak edhe Softë, mendon që me këtë prezantim që na është bërë nga mënyra se si struktura e posaçme do të funksionojë, do të jetë prezente në terren, ne mund të kemi zgjedhje të cilat nuk do të jenë pra problem sa i takon futjes së botës së krimit, përdorimit të paras e të tjerë se janë një mori, le të themi, është një zinxhir e asaj që ndikon pikërisht në këtë zgjedhje, sepse na prezantuan një element të rëndësishëm që lidhet me strukturën e posaçme, me një platformë që ata po e zbatojnë me ndarjen e këtyre prokurorëve të cilët janë në qarqe të ndryshme, në 12 qarqe të vendit. A munden, pra, prokuroria e posaçme së bashku me policinë që të na japin një tjetër imazh të mënyrës si bëhen zgjedhjet në Shqipëri dhe më pak kontestuara pastaj? Është një sfidë, është një element prove që kjo strukturë dhe kjo formë organizimi do të ketë efektin e vet apo do të dështojë. Prandaj është shumë e rëndësishme çfarë palët do të demonstrojnë, sepse të jemi sigurt që kandidatët do të kenë mundësi të ekspozojnë të çfarë ato bëren gjatë fushatës tyre. Si që këto ekspozime apo denoncime të bërë nga kandidatët e krahëve të politikës, pra dhe partive të reja, por dhe partive më historike, tradicionale, që mund të paraqisin gjatë kësaj kohe dhe sa ata do të reagojnë. Por parandalimi është më i rëndësishëm se sa kurimi. Nuk ka rëndësi sa do të arrestojnë apo këtë do të ndalojnë, se sa të parandalosh që të kemi ngjarje të natyre. Nëse themi është kontrolluar banesa e drejtuesit të UKT-s, kjo do të thotë që mund të kemi hetim edhe nëse në këto institucione kemi punësime të cilët janë shtuar gjatë fushatës, sepse një nga praktikat që kemi pasur dhe ka qenë e dëmshme është blerja indirekte e votuesit. Kur ti e fut dhe rrit përkohësisht gjatë fushatës vendet e punës, çfarë është blerje vote është ajo? Nuk është e drejtë për drejtë me para në dorë, por është një blerje indirekte ku inkriminimi pastaj i takon individit apo një strukture apo strukturave të cilët her pas here kemi parë dhe kemi konstatuar që ka pasur punësime që kanë ardhur gjatë fushatës apo para fushatës për rritjen e numrit fiktiv të votuesve në drejtim të forcës e cila ka pushtetin. E dyta ndërhyrja, shantazhimi i grupeve kriminale, të cilët përdoren siç ishte rasti i fundit në Elbasan, përdorimin dhe konfliktin ndërmjet armëve. Kush janë këto grupe? A qarkullojnë territor? A kanë ndërhyrje? A ka veprime? A ka shantazh? A kanë lidhje, komunikime të cilët duhet përgjohen, mund të ndiqen ndërmjet komunikimeve apo rrjeteve për cilat ata përdorin në komunikim, me zyrtar të caktuar apo me kandidat të caktuar, pavarësisht nga krahët e forcës politike. Dhe ky është një mesazh pozitiv që në pamjet parë të inkurajon, që ka një kontroll, po themi gjatë fushatës në territor. Por megjithatë thash është një sfidë dhe një provë, sepse në konkludim të fushatës dhe mbylljet saj, ne do të shikojmë nëse kemi pasur apo jo, dhe rezultatet do të bëhen të qarta për publikun. Sepse mund të jenë aksione sipër, mund të jenë në zhvillime sipër, pra nuk është e thënë që të tregojnë çfarë janë duke bërë të gjitha prokurorët dhe të gjithë këta të task force gjatë ditëve të fushatës politike. Më lejoni të shkoj shumë shkurt me reklama dhe rikthehemi sërish. Kthehemi dhe kemi një pyetje në fakt drejt për drejt, dhe basha me ju, do të edhe me Softën fillimisht. A ka sot gjasa që, jo vetëm në Elbasan, Elbasani
Po njëherë, po edhe Shkodra, Durrësi, këto që ne i konsiderojmë Vlora si me probleme, që të kenë kandidat të cilët i ka investuar bota e krimit ose hijet të dyshimta. Se e themi këtë sa i takon policisë që na vendosin shefat e policisë. Na ka dalë Elbasani në gjyqtar në dispozicion. Po deputet me hije dyshimi sot, të cilët, ose figura kandidat, kemi? Shiko, lufta mes shtetit dhe botës e krimit është e vazhdueshme. Dhe do jetë e përhershme dhe do fitoj ajo që ka vullnetin dhe ka dëshirën më të madhe, po flas tu për anën e shtetit, për ta sulmuar dhe për ta gjynjëzuar. Për sa kohë shteti ka krijuar hapësira dhe terren për të kontrolluar grupet kriminale, atëherë do të thotë që shteti është treguar i dobët. Për sa kohë shteti avancon në drejtim të kontrollit të territorit, do të thotë që lufta ndaj krimit të organizuar është më serioze dhe është efikase. A ka patur grupet kriminale rastet kur janë infiltruar, ku kanë sponsorizuar, ku kanë mbështetur, sigurisht që këto janë krejtësisht të ditura, të diskutuara dhe ne kemi diskutuar me 10 herë se si policia ka qenë e përfshirë, drejtues të policisë, se kjo është më e rëndësishme, sepse dëmin më të madh e bën kur niveli drejtues përfshihet apo është i financuar apo i drejtuar apo i kontrolluar nga organizatat kriminale. Në parlament ka patur raste kur deputet janë të mbështetur, të financuar dhe të drejtuar pothuajse në masën 100%, ku i është dhënë mundësia për qenë përfaqësues në parlament dhe kjo jo për interesat e qytetarëve, por në disa raste kanë qenë interesat e grupeve që janë mbështetur nga këto deputet. Si është situata sot, duhet themi ne, a kanë mundësi dhe a është parë që grupet kriminale të ketë ato influencë? Mendoj që ne kemi diskutuar dhe kemi parë që edhe në urdhën arreste që jepen, shumica apo pjesa më e madhe e grupeve kriminale nuk janë më në Shqipëri, janë të arratisura dhe kryesisht kanë ikur në Dubai. Sigurisht që largësia ka bërë që edhe kërkimi brenda Shqipërisë ka treguar që influenca e tyre bie. Nuk zhduket, por mund të themi që sot në terren apo në fushat zgjedhore, edhe nga denoncimet e forcave politike, nuk kemi raste të dukshme ku kandidat të drejt për drejt janë duke u mbështetur apo zona të caktuara nuk mundet të bëhet fushat lirshëm për shkak të influencës e grupeve kriminale. Në gjithë territorin e Shqipërisë mund të futen deputet, forca politike të pashqetësuar, mund të organizojnë takime, mund të kërkojnë votën, mund të shprehin idetë e tyre se si do ta qeverisin vendin, dhe kjo në një mënyrë krejt të lirshme, dhe mendoj që deri tani kjo është një arritje e gjitha strukturave dhe forcave politike në tërësi, që procesi ka vajtur deri në këtë pikë sa nuk ka incidente të mëdha. Incidente të vogla sigurisht që ka edhe në Shtetet e Bashkuara. Më shumë kur nuk ka incidente zoti Bash. Jo, ato, shiko, unë i di atë ku është heshtja shumë e madhe dhe qetësia është e madhe, rreziku është i madh, por në këtë moment që ne flasim jemi fiks 2 javë përpara datës së mbajtjes së zgjedhjeve. Dhe situata ka vluar goxha nga kampet politike dhe po të kishim raste të forta ku grupet apo grupet e interesit të cilët kanë dëshirën apo kanë nevojën për të tjetërsuar votën. Ka informacion për emra që dyshohet se mund të financohen. Jo, nuk besoj që deri tani, ta mbaroj se prandaj se ta mbaroj si logjik. Për sa kohë nuk kemi fakte prova, nuk kemi të bëra të ditura nga kampet politike që në filan territor dhe ky kandidat po financohet, po mbështetet dhe janë bërë publike, do të thonë që nuk ka, a ka zëra, sigurisht që kanë folur, është folur dhe është e çuditshme mos thuhet që ka. Problemi është a lidhen me prova, a lidhen me fakte dhe a ka prokuroria në dorë fakte dhe prova. Se çfarë do vi deri me 11 maj është tjetër gjë, le të presim, siç e tha dhe Zhabina që ne nuk dimë se ku është prokuroria sot dhe sa është thelluar në hetimet për raste konkrete, po deri tani nuk ka. Softa?
Sino është shumë e thjeshtë. Nëse do të skanojmë të gjithë kandidatët e mundshëm në një qytet ku monitorohet, ose është sigurisht çdo qytet apo çdo qark do të monitorohet, por ndoshta qarqet si mund të kenë risk ose kanë prioritet për kontrollin, për mundësinë që këto ngjarje të ndodhin, atëherë monitorimi i tyre. Shumë e thjeshtë qytetarët e dinë shumë mirë, sepse janë kontakt data, e dinë për çdo kandidat kush janë nga vinë, burimet financiare që kanë, të cilët i deklarojnë apo nuk i deklarojnë, dhe cilët janë grupet mbështetëse të interesit tyre. Tu pastaj ndërtohet strategjia se si ata mund të marrin në kontroll, po themi këto precedent të shitblerjes votës apo të presioneve të grupeve të cilët mund të kenë ndërhyrje. Sigurisht dhe grupet kriminale sot nuk janë më të hapura se dikur, që dalin në rrugë me mjete të forta e tjerë, por janë më të rafinuara dhe mënyrat dhe metodat që ata përdorin. Sepse qëllimi i tyre është shumë i thjeshtë, ne e pam, si në Elbasan, po dhe në qytete të tjera, që synimi nëpërmjet ndihmës që i jepet politikës, si në pushtetin politik, ashtu dhe në pushtetin lokal është synimi që të përkthehet në mbështetje ekonomike, siç janë tenderat, marrja e emërimit të personave, siç ishte rasti i gjyqtares Elbasanit, siç është drejtori i UKT-s, marrja dhe vendosja në strukturën policore të personave të cilët i duhen që t'i kenë për të kontrolluar dhe për të mbrojtur në aktivitetet e tyre. Pra këto janë shkëmbimet e interesit që grupet kriminale kanë. Pra tek personat të cilët investojnë, se rasti i Qyrbja, e cila ishte i Durrësit, ishte shumë e qartë, vjen nga hipoteka dhe kalon për të bërë deputet në mbështetje të votave. Dhe skema që cilën është përdorur, të sa të vendosen këta në listën dhe numri votave që mund të marrin. Për shembull, nuk po them dot qarkun, po njëri i cili ishte i panjohur, mori numrin më të madh të votave. I pa ekspozuar politikisht, i pa ekspozuar mediatikisht dhe papritmës merr një rezultat të madh të votave. Atëherë është shumë e thjeshtë, ky dyshim erdhi i jashtëshëm, është trajtuar dhe në media. Nga erdhën këto vota, në çfarë mi mori këto vota? Se nuk është e thjeshtë sot të marrësh votat e qytetarëve shqiptar. Nuk është se je i bukur dhe hajde po të votoj. Pra o kanë interesa, o forma të cilën kanë ndjekur nëpërmjet grupeve të interesit për të mbështetur ata. Kështu që këtu mendoj që ata do të përqendrohen në teknikën e tyre si për marrje nga qytetarët informacioneve dhe për ngritjen e teknikave të përgjimit, të regjistrimit, të filmimit në territor apo në zona ku ata mendojnë që mund t'i përdorin si vende për të ndërtuar infrastrukturën e tyre kriminale për të influencuar në zgjedhjet politike. Qartë, se ti e ke më kollaj si gazetar, po? Jo, pikërisht këtë doja të thoja që kjo fushat ka një veçori që janë të rinjt, edhe kam përshtypjen që pikërisht pas imazhit të rinjve mund të fshihen edhe interesa, po them, ekonomike, shumë të forta, por edhe të grupeve të caktuara të krimit të organizuar. Dhe pikërisht këtu është fokusuar edhe puna e prokurisë së posaçme dhe mendoj që prandaj edhe po them prezenca e prokurisë së posaçme të shtunën ka qenë aq prezente në qytetin e Elbasanit, por edhe në qytete po them të tjera ku ndikimet të krimit organizuar janë të dukshme në orientimin e votës së qytetarëve. Kështu që ndoshta është radha që prokuria e posaçme ta hetoj seriozisht tashmë krimin zgjedhor dhe korrupsionin zgjedhor. Pasi deri tani korrupsioni dhe ndikimi në zgjedhje nuk është hetuar siç duhet nga prokuria e mëparshme, po them, me krimeve të rënda, por dhe prokuria e rretheve jo, por kam përshtypjen që këtë radhë prokuria e posaçme duhet ta hetojë siç duhet, dhe nëse nuk do kemi një hetim serioz të krimit zgjedhor nga ana e prokurisë së posaçme, mendoj që edhe kjo gjëja kaq pompoze sa është ngritur për këtë strategjinë e krimit zgjedhor nga prokuria e posaçme do t'i kthehet në një bumerang i cili do të ketë një ndikim shumë të keq në imazhin e prokurisë së posaçme, pasi edhe mënyra se si ka funksionuar deri tani ngritja e kësaj strukture, por edhe aplikimi që po i bëhet në terren. Fokusi është në Elbasan, por kam përshtypjen ne në ditët në vijim do të shohim që po them prokurorët e prokurisë së posaçme dhe Byroja kombëtare e timit do të jenë prezente edhe në qarqe të tjera. Dua të shtoj këtu edhe, po them, zhvillimet që ndodhen pak ditë më parë në Fier, ku Byroja kombëtare e timit pati një incident me pikërisht me fokus, po them, hetimin për
për krime të dyshuara zgjedhore, kështu që mendoj që prokuria e posaçme duhet ta hetojë seriozisht dhe kam përshtypjen ky është momenti që prokuria e posaçme ta hetojë seriozisht. Edhe informacioni dhe po them edhe kallëzimet dhe hetimet e nisura kryesisht nga prokuria e posaçme nuk mungojnë. Unë mendoj nga informacioni që kam, por edhe nga dhënat të tjera janë me 10 hetimet e nisura nga prokuria e posaçme për krime potenciale zgjedhore të ndodhura gjatë kësaj periudhe, por edhe që mund të ndodhin në vijim. Kështu që unë nuk e shoh kaq roz sa që shef Faiku në fakt të historinë që në terren nuk kemi probleme dhe çdo gjë shkon vaj, ndërkohë që prokuria e posaçme është angazhuar kaq fort në hetimin e krimit zgjedhor, kështu që mendoj që për shkak të angazhimit fort të strukturave ligjzbatuese edhe të gjitha këtyre, mendoj që kjo ka dhënë ndikimin e vet. Dhe kandidatët janë treguar që grupe interesi të caktuara ekonomike dhe kriminale nuk orientojnë vot në terren. Pavarësisht se ne shohim këtë situatën e qetë. Që kjo do jetë e përhershme. Lufta e institucionit sa më serioze të jetë, sa më konkrete do ta zvogëloj. Por nuk po të themi që kjo është e zhdukur dhe kjo nuk zhduket kurrë se grupet kriminale gjithmonë tentojnë dhe kanë tendencë ta mendoj që dy janë veçoritë ose veçoria kryesore e kësaj fushate janë të rinj, por kam përshtypjen që pas imazhit të rinjve fshihen edhe interesa të tjera të cilat mund të jenë ekonomike, kriminale apo edhe politike shumë dha, quajeni si do. Kur mos arrit një deputet I cili pretendon edhe të marrë fuqi nga grupet kriminale të ta shkeli derën e parlamentit, edhe po I mori votat mos arrit me hyrë brenda. Jo, ideja është se një deputet, një njeri I cili mendon që të jetë përfaqësuesi I qytetarëve shqiptarë, I popullit shqiptar, ideja është të pengohet, të parandalohet që t'i marrë, se po I mori votat nuk e pengon dot më. Por mendoj që dhe tendenca për të futur sa më shumë figura të reja, mendoj që e shkëput pak interesin e grupeve kriminale, sepse ne kemi akuzuar politikën gjithmonë që është e lidhur me krimin. Dhe kryesisht politika e vjetër mund të jetë më indikuar dhe më intimiduar nga këto grupe për të Tani besoj që të vjetrit po të rit po të shi dikush do hy, po ne shpresojmë që të rit mos jenë të ndikuar. Duam të hyj një që s'ka cene, kështu që po pati cene. Prandaj është fokusuar dhe e gjitha te pjesa e re, te kandidatë të rinj, ndoshta edhe në politikë, po të rinj dhe në moshë, me qëllim që as mos kenë marrëdhënie me krimin organizuar apo me pushtetin e të iskajshëm, por edhe të binë diçka të re, edhe të një qasje të re në drejtim të politikës, ku fokusi të jetë vërtet për politika dhe angazhimi politik, mos të jetë tek interesat personale apo të atyre të cilët I kanë mbështetur në gjithë këto vite për të arritur dhe për të bërë karrierë politike. Ke të qartë konfigurimin ose mënyrën se si po funksion, ka një mënyrë tjetër në këto zgjedhje të ndikimit, nëse ka ndikim nga bota e krimit, e interesave gri? Më drejtohet mua nuk e djova? Po. Okej. Unë mendoj që struktura e posaçme dhe kjo task force do të jetë për ndikim në zgjedhje, jo vetëm nga grupet kriminale, por nëse mund të kemi ndikim edhe nga faktorë të tjerë politik jashtë territorit shqiptar. Mos harrojmë lufta ndryshimet e mëdha gjeopolitike, influencat e mëdha ruse në rajon, nuk mund të përjashtohen që mund të kenë apo jo ndikim dhe në zgjedhjet në territorin shqiptar. Prandaj kjo task force e rëndësishme ndoshta ka përqendruar në mënyrë taktike vëmendjen tek Elbasani, por mund të kemi një vëmendje po aq të shtuar sa Elbasani dhe në qytete të tjera, por ndoshta nuk është kaq e dukshme ajo çfarë është bërë në media. Por prezenca e tyre mund të jetë në gjithë territorin, sepse gjitha këto qarqe janë jo vetëm nga grupet kriminale, por edhe nga faktorë të tjerë të huaj të interesuara, të cilët kërkojnë të krijohet një destabilitet politik dhe paqëndrueshmëri politike në territor. E dyta është më interes se kurrë këto zgjedhje
dhe nuk besoj se mund të përjashtohen në rastet, sepse bota e krimit sot ka nevojë pikërisht për mbështetjen politike, për mbështetjen lokale, sepse thelbi dhe qëllimi i tyre është pastirimi i parave, favorizimi nëpërmjet tendrave dhe favorizimi për aktivitetin e tyre si për drogat dhe për trafiqet, të cilët duan apo s'duan, Shqipëria vazhdon të jetë një zonë trafikimi apo një zonë tranzit e përdorimit të lëndëve narkotike apo i fenomeneve të tjera. Ne pam që Shqipëria po kthehet si një vend ku Airbnb, eskorta, të cilët janë shtuar në gjithë fenomene, të cilët janë shtuar rishtasi si vepra penale territorit shqiptar. Prandaj, mbështetja e politikës, sepse nërmjet politikës fillojnë emrimet në struktura që janë përsëri ndikojnë nërmjet të zgjedhjeve në parlament, ndikojnë në emrimin e personave siç janë në gjyqësor, siç janë në polici, siç janë në pushtetin lokal, të cilët i kthejnë pastaj në makinacionet e tyre për të rikthyer vlerat ekonomike, të cilët do t'i kenë hedhur apo mund t'i hedhin në fushatën politike. Forcat politike janë treguar, me që besoj softa mbaroj, besoj që janë treguar mjaft kujdesshme për të përzgjedhur kandidatura që do përfaqësojnë ato në fushatën elektorale dhe në parlamentin e ardhshëm. Mos harrojmë se Shqipëria e ka rrugën e përcaktuar qartë që duhet shkojë vetëm drejt Bashkimit Evropian, dhe s'ka asnjë rrugë tjetër dhe asnjë kthim më mbrapa. Legislacioni, përafrimi i ligjeve, bashkëpunimi i thelluar tashmë që ka vazhduar me çeljen e negociatave, i ka bërë forcat politike të më të ndërgjegjshme që e vetmja mundësi dhe e vetmja mënyrë për të ekzistuar në politikë është zgjedhin figura të pastra, të rregullta, të mirë arsimuara dhe profesioniste, ato forcat të cilët e kanë marrë seriozisht për ta fituar pushtetin. Ato që kanë marrë pastaj për të mbrojtur karriget, ato i kanë bërë llogarit gabim. Qartë, Xhevi. Për këtë pjesë unë e mbylla se mund të them vetëm diçka të fundit që po, se po e mbyllim. Ideja është që ne mund flasim sa duam për këtë gjë. Kam përshtypjen që duhet presim edhe pak që prokuroria të ketë veprime konkrete për çështje të caktuara dhe ndoshta pastaj këtu do të jemi prapë për ta diskutuar nëse krimi organizuar ka pasur mundësi që të ketë akses në listat e kandidatëve për deputet apo jo. Megjithatë, mbetet thjesht. Depërtimi. Po. Depërtimi i personave të korruptuar kanë qenë dhe brenda Bashkimit Evropian, si që mos pretendojmë që një vend si Shqipëria, meqense po kemi procesin e integrimit dhe ne do jemi komplet Jo, janë treguar më të kujdesshme, nuk thash që mund të jetë izoluar tërësisht ky fenomen. Më ngacmoi diçka tjetër. Po, Zofta. Së pari mënyra e përzgjedhjes fillimisht për shkak kanë qenë të interesuar vetë, pra disa figura të inkriminuara. Ne kemi parë për shkak të ligjit për dekriminalizimin, arritën që një pjesë të parlamentit të largohen. Mbas largimit të tyre nga parlamenti ose ndjekjes penale ndaj tyre, si në pushtetin lokal ashtu dhe në parlamentin shqiptar, sigurisht teknika dhe taktika tyre do të ndryshojë, do të fusin djem dhe vajza që qeshin bukur, që kanë një CV të mirë etj, por që nuk mund të ndahen dhe nuk mund të jenë të painvestuar nga kjo botë apo nga këto interesa. Prandaj nuk është e thënë mosha, nuk është e thënë pamja, është shumë e rëndësishme nëse ka fenomene të tilla, të cilët duhet të ndërpriten fije të lidhjes midis individit në parlament dhe grupeve kriminale në terren. Pra ky është shqetësimi që qytetarët sot kanë dhe ne gjithë ne bashkë kemi, që a do të kemi më depërtime, sepse nuk mund të themi që ne fituam luftën kundër krimit, kur ne themi nëpërmjet vetë shefit të SPAK-ut, që krimi është shumë i organizuar, është i frikshëm, ka financa të jashtëzakonshme, lufta ndaj tij bëhet gjithmonë një sfidë për strukturët shtetërore dhe si papritmas me një task force zgjidhen problemin në këtë vend. Jo, është një vend që ka probleme dhe problemet janë shumë serioze. Prandaj do të presim patjetër rezultat, duke mbështetur sigurisht të strukturë dhe duke e parë të shtrirjet territoriale si një akt pozitiv. Se unë po e mbyll, po nuk ta le pa e thënë këtë, kur e tha Faik Basha pak më parë që janë figura të tjera dhe janë kujdesur subjektet politike, i binte që nëse do ishte kështu nuk do ishim dhe këtë luftën e madhe që ne diskutojmë, do ishte shumë herë më e thjeshtë, sepse ta kishin zgjidhur kaq lehtë, po puna është
mua, ju, Gjevin, kush na voton, ja të rinj, jemi të rinj, edhe deri diku në mosh. Do dalim në fushat. Po s'na voton njeri pa pat një background ose një mbështetje. Sigurisht unë uroj fort që mos t'jetë thjesht një aludim, po ndryshe të kishim dhënë përgjigje kësaj dilemës së madhe. Ti po punon dhe në terren tashmë, po punon për Partinë Socialiste, e di shumë mirë se si është ajo bota underground, ku shkoni, kërkoni votat dhe se si funksionon. Nuk po them për atë pjesën e ndershme që me lidhjet që ne kemi fare fisnore, shoqërore, nderet. Po flas pastaj për këtë pjesën tjetër, ndryshe ne do ishim duke akuzuar palët, keni 100 vjet me një figurë e tjerë. Por unë prapë pranoj atë që u thonë, shpresoj që t'jetë kështu dhe kjo konfigurimi t'jetë ndryshe. Unë them këtë që ju dhe Gjevi do këshin bërë një politikë shumë herë më të mirë dhe qytetarët do jenë shumë herë më të kënaqur se sa disa figura që e kanë gjitur karrigen me atake dhe nuk e lçojnë më. Ky është problemi më i madh. A duhet rritur ambicia? Sigurisht që, shiko, po ta vësh si synim, backgroundin e ke, karrierën e ke, mundësit dhe aftësit i ke, për qenë një politikane shumë e zonja, kështu që shikojë në të ardhmet që kam përshtypjen që do jesh e suksesshme. Faleminderit. Faleminderit Softa, faleminderit Gjevin. Mbylla me një qeshur se s'dua të replikoj me ty.